A dini pse prilli s'ka asnjëherë personalitet të qëndrueshëm, sepse është muaj ku plakat shkundin, jo rrobat, jo tapetat, por nervat tona dhe temperaturat. Legjendat thonë që disa plaka kanë dalë në mal me rroba verore dhe për t'i mësuar mend, prilli vendosi t'i shkund me një acar të vogël, e që atëherë çdo vit bam bord në mes të lulëzimit. Po mirë, plakat uftohen, po shtaksirat kanë lulet, gjysma e bimëve i hedhin lulet, e tjetra gjysma mendjen. Qeshijat fillojnë të lulëzojnë e mbarojnë me grip, dhe fermerët ai thjesht shikon qiellin dhe bën luçi që të mos i kthehen mollat në akullor. Dëmet nga këto ulje temperaturash nuk ndihen vetëm në fushat me lule, por edhe në xhepat e qytetarëve. Kur e bie ngrica në prill, bie edhe moralit e fermerët, kultura bujqësore, që mezi ka shpëtuar dimrit, përfundoi si sallate zirë në mes të pranverës, prodhimi bie, edhe në fund qytetari ha ndonjë domate që kushton sa një bilet për një koncert, por pa muzikë. Faturat elektrike bëjnë xhiro më shumë se biçikletat në park, ndërsa politikanët premtojnë subvencione, qytetari pret subvencione të ngrohtësisë, nga dielli i prillit, me shpresë por me dyshim. Unë jam Senadin Fazliu dhe për të ndjekur në të ardhmen më shumë video si kjo, follow Tetovani.